Hello, hello! Si thuhet për mëngjes në greqisht, ose përshëndetje? Kalimero. Kalimera! Jemi në Parga. Kemi gjysmore që kemi arritur, jemi nisur shumë herës në orën 12 të natës, edhe tani është ora po vetë 10 me orën e Grekut, 9 në Shqipëri. Dhe më thënë merreni vetë me mend, por të paktën ishte mbrëmje edhe nuk është se e vum shumë re rrugën, nuk është se e ndjem shumë, edhe ishim shumë komod. Tani pim një kafe, piu mami kafe, unë piva ujë si gjithmonë se s'pi asgjë tjetër. Edhe të paktën kemi ditën para. Kjo është gjëja që na leverdis më shumë. Do shkojmë, do bëjmë plazh. Kemi veshur dhe rrobat e banjos, edhe gati për të bërë notë. Nuk e di se ku do na çojmë, po kjo gjëja më e mirë që nuk e pse mundohesh shumë kur je me agjenci, kur je me guide, dhe ju sugjeroj shumë, sepse merret guida të shëtit, të çon për pika turistike, thjesht të lën një orar, edhe ne jemi pak me vonesë dhe po shkojmë tek pika ku na kanë lënë orarin, po do marrim ndonjë brioche më përpara që ta ham, sepse nuk e di nëse do ketë dyqane, lokale atje ku do shkojmë për plazh. Edhe kështu. Kalimera, kalimera. Tani jemi ullur në plazh, na kanë sjellë në një bregdet, edhe ka dhe shumë shazlone këtu. Edhe ishte full, si e shtun që është, apo është e diel sot, si e diel, e mendojeni vetë. Por ishte falas, mjafton që të konsumoni ndonjë pije, prandaj na solli edhe këtu agjencia, edhe kishin fat sepse gjetëm shazlon edhe çadër, kurse disa prej grupit janë tek kafeja, derisa të lirohet. Është ora 12 e ca, morëm çaj, morëm dhe ujë, kushtuan 9 euro, por tek 9 euro kemi edhe shazlonin bashkë me çadrën. Domethënë, na rastis si këtë herë vërtet ajo shpreha që në Greqi mjafton të merrni diçka për të pirë se shazonin e keni falas. Se nuk më kishte ndodhur, se unë kam qenë më përpara, plus edhe në Paros, por haleluja. Tani do t'ju tregoj një home tour dhe do t'ju vendos emrin e hotelit ku po qëndrojmë. Të paktën kemi 3 krevate, por ne 2 do përdorim, edhe shoqë që janë tek. Edhe këtu kemi edhe balkonin jashtë. Ka një tavolinë për të bërë make-upin, ka një stol, ka një frigorifer të vogël. Jam dhe unë që pas ka marrë goxha dielli. Këtu është dollapi që është goxha i madh. Edhe tualeti. E tani jam gati për të hyrë të bëj një dush, për në fillim do pastrojmë pak fytyrën dhe përdor këtë balmin nga Nurse që është shumë e mirë dhe shumë do më të zdoshme tani në verë kur vendosni SPF që ta lani dhe ta pastroni sa më mirë SPF-n, edhe një larës vajor e bën këtë gjë shumë mirë. Edhe e përhapim në fytyrë dhe heqim gjithë SPF-n, sepse fondati nuk është e kemi vendosur, sepse ishim në plazh. Sot u kënaqëm edhe shfrytzuam ditën, edhe për të marrë disa rreze. Ja, mami, si mamat shqiptare, hapi tani televizorin. O sot kush e hap televizorin kur vjen në pushim? He, mami, e hapi televizorin. Pse? Si mamas shqiptare, direkt. A që kemi gjusë morë? Do bëj një gjem apo do riko. Do bëj një gjem apo do riko. Thot kështu sepse i thash mos bëj shumë rëmujta. Hello, nga dita tjetër, sot kemi marrë anjen
edhe do bëjmë plazh, do bëjmë shëtitje në 7 ishuj. Ju kam vendosur emrin këtu, por më shumë ndiqni tek Rilca sepse aty kam treguar gjithë eksperiencën. Edhe ka pafund mirë sot mami tregon njerëzit, mami s'duan të dalin të gjithë në YouTube. Edhe tani do ndalojmë edhe do qëndrojmë një orë. Po aman është shumë i bukur bregu, është një ngjyrë fantastike. Ju sugjeroj që të vini. Ndër plazhet më të bukur për të parë, pa aman për unë mua që nuk di not, është pak ka shumë dallë me të drejtën, por shikoni pamja është fantastike, edhe që parë qielli sikur ishte bërë ngjyrë roz, domethënë shikoje pafund ngjyra vetëm në panorama që të ofronte deti. Fantastike. Po dallë që shikoni sa jam. Ishte mirë. Hello, nga Kefalonia. Kam shumë qef këtë ishull, është shumë i bukur, është ngjyra. Edhe sa po ndaluam, na ka lënë të mami do akullore, por nuk janë këto mama. Edhe që mamin i kam thënë bëjnë, është një dyqan që ka akullore ndër më të mira, kështu thonë të paktën, na thanë kur ishim para ca vitesh, edhe mami që ma bënte me shenja akullore. Edhe po bëjmë një xhiro kështu, pastaj do shkojmë prapë aty afër Anijes, edhe kemi në dispozicion vetëm një orë për të parë pak ishullin. Tani do marrim akullorët. Shikoni çfarë plazhi që është. Hello nga plazhi, nuk e di nëse dëgjojmë sepse po frynë shumë erë, por ama po marrim rrezë dielli, jemi larë dhe jemi kënaqur shumë. Sot është dita, i bie dita e 4, kemi ditën e nesër për plazh edhe pas nesër nisemi. Por prap kemi aktivitete shumë të bukura dhe do t'ju tregoj, do mundohem t'ju tregoj sa më shumë. Thjesht jam munduar që ta shijoj dhe prandaj nuk është se kam hapur shumë telefonin që të xhiroj.
Edhe gjëja më e mirë është, kam bërë edhe 2 shoqe. Gjëja më e mirë është i kam edhe në lagje, më ndiqnin edhe këtu në YouTube edhe tani s'ndajemi më. Jam fiks në moshën time. Edhe kështu, e keni parasysh kur shkoja në plazh kur isha e vogël edhe bëje shoqe. Shoqet e plazhit. Fiks. Jam i kënaqur. Por sot do shkëputemi nga plazhi nga ora 4 edhe gjysmore na ka ngelur. Dhe do kemi pastaj xhiro me anije, do jemi në party. Edhe do vinë edhe gocat, do vinë nga guida që jemi, nga grupi, plus edhe unë me mamin. Mendoj se do jenë edhe 2-3 veta të tjerë nga grupi jon, edhe do shkojmë drejt një ishulli. Do ju tregoj më shumë. Jam çika emocionuar, se e dini ju që unë kam shumë frikanien. Hello YouTube-i. Se shikoni si jam bërë. E kuqe këtej e bardh, kam bërë ca quka, jam rrjepër dhe në hund, edhe në kokë jam djegur, shikoni si jam djegur, dhe nuk e keni iden se sa më dëm. Dhe ne tani jemi tek varka sepse do shkojmë në party. Do me thënë do bëhet party në anije, që anije goxha e madhe, 3 kaçe, edhe do kërcejmë, do pim, edhe kushtonte 20 euro për person, dhe ke të përfshirë xhiron e anijes për 3 orë, edhe një pije që mund të marrësh të konsumosh brenda asaj kuponit që kemi. Edhe jam me mamën, jam dhe me gocat që kam njohur këtu tek plazhi, këtu tek guida. Edhe besoj se do e djegim. E kështu do t'ju them më shumë tek hoteli. Po thjesht nuk ju kam hapur se ju thash po shijoj ka shumë. Edhe në fakt kam bërë edhe pa content për në Instagram, që kështu shikoni aty reelsat dhe më ndiqni në Instagramin tim Reapika me Bea, sepse aty keni më shumë informacione për çmimet, për plazhet, për lokacionet që kemi vajtur, dhe çdo gjë tjetër më pyesni edhe në Instagram për një detaj tjetër. Hello, mirëmëngjes. Pasi natët të çmendur në party me mamin, u zgjuam edhe jemi për ditën e fundit në plazh. Më ngjirur zëri se më kishin marrë mua këngëtare live, edhe duhet t'i respektoja të gjithë. Më dëm fyti, më ka djegur trupi natën, plus nuk më zinte gjumi nga ajo pija, nga muzika, më dukej sikur isha akoma në anije. Por ishte eksperiencë shumë e bukur. Ne të çohemi se është ora 8, në 9 duhet nisemi për tek plazhi. Dhe doja t'ju thoja që mos e humbisni si eksperiencë në qoftë se ndodheni në Lefkada. Merreni çka keni në shtëpi, babat lereni aty te hotelin që se jeni familjarisht. Merrni mamin, motrën, edhe zjarr. Ja dhe outfiti sot për në plazh, fustan, roba de banjos, çantë. Në 5.000. Ju tregova pak, por Paulina sa do po ikën lart tani dhe do hidhet me parashut.
O zot, ishte 85 euro, po bëm pak pazar, mund të bëni pazar, edhe na e la 80 euro, edhe do iki tani, do hitet. Është pak e frikshme, po i dam pak zëmër. Edhe morja ideali që ju tregova në video, edhe do ta shohim dhe në kutitet. Kishte 2 hedhje, por zgjodhi ato të thjeshtën, atë që ishte pak më shkurtër. Tani jemi në hotel, u bëm gati, erdhëm në plazhi, edhe dita e fundit. Do ham sufllaqe, që ti provojmë edhe sufllaqet këtu në Greqi, sepse i bëjnë shumë të mira. Duhet të gjejmë thjesht në internet një restorant ose një fast food që i bën të mira, që të na pëlqejnë, ashtu siç i dua unë. E keni parasysh që unë jam me teka për pushimin. Edhe ju kam thënë që neve këtu te hoteli jemi me darkën të përfshirë, por në fakt nuk e se më pëlqen shumë se çfarë kishte darka, dhe prandaj kemi preferuar që të konsumojmë jashtë nëpër restorante. Dhe në qoftë se ju mund të zgjidhni, për mendimin tim zgjidhni hotelin që nuk e ka të përfshirë darkën, që edhe të provoni ushqime tradicionale të zonës, dhe në restorant normale që shijojnë më shumë. Ky është një sugjerim nga ana ime. Edhe unë kam qenë tek të 2 hotelet, edhe këtu ku po qëndroj, por kam qenë tek hoteli Lefkas, se më ka pëlqyer më shumë. Dhe në qoftë se jeni kështu në mendyshje se ku të shkoni, Lefkas është më i mirë, është më i bukur, edhe më ka pëlqyer më shumë kur kam qenë, me thënë të drejtën. Por edhe këtu kënaqem. Tani do dal me mamin, edhe do t'i themi mirupafshim Greqisë. Dita e fundit. Ne vetëm ato kemi parë me sigurie. Hello, nga Tirana, pushimet mbaruan, siç e vutre shkuam edhe në Poliçan dhe kam 2 ditë që kam ardhur këtu në Tiranë, dua prap pushime pas pushimeve, edhe shqyr që na nisim pushimet e kushtit. Kemi rezervuar, por do t'ja tregoj vendin më vonë, edhe mund të them që jam kënaqur aq shumë, ndër pushimet më të bukura që kam kaluar, ndoshta për shkak se isha me mamin edhe kemi bërë fiks ato pushime vajzash, domethënë nuk i kemi ndaluar vetes asnjë gjë. Kemi shkuar në party, kemi kërcyer si të çmendura që të dyja me mamin. Madje mami u kërceu më shumë se mua, por jemi kënaqur, e kemi djegur. Nuk e keni iden sa kemi shijuar pjesën e partit, kishim një dress code me të bardha, prandaj ju them që mos e humbisni, shkoni, edhe në qoftë se jeni me mamin ose mos u penalizoni nga mosha, sepse të gjithë kërcenin dhe kishte shumë alegria. Nuk e di, jam kënaqur shumë. Unë nuk e se kam qefjet e natës, po pas atij partit duhet që të shkojmë më shpesh. Se po më Alfja. Dhe tani e hapa kamerën sepse do ikim të shohim premierën e Odises. Edhe nëse po pres, sepse mendoj se është film shumë i bukur, unë kam shumë qef këto dhe filmash, plus që është bërë një marketing shumë i madh dhe ka aktorë super të mdenjë, edhe janë ndër aktorët e mi të preferuar. Edhe kështu po ju thoya që me pushimet me mami, kënaqura shumë sa ju sugjeroj që ta bëni, edhe nuk e di në qoftë se duhet që ti mbaj flokët të shua, po i kisha më bukur ashtu kapur. Ti kemi vrap sepse filmin e kemi në orën 8 dhe ndërkohë ora vajte 7:10, edhe do doja të bëhet ndonjë ngjyrë aty të tekut, merrja ndonjë gjë, besoni dot që unë vetëm një palë xhinse kam bler tani me ulje, edhe kam marrë edhe 4 kana tjera. Ka shgjëra nuk kam marrë fare sepse jam në atë modin që dua të kursej edhe nuk dua që të blej gjëra plus vetëm marketing, konsumim, edhe nuk edhe po kursej. Më mirë të kursej se sa të blej ashtu siç blej unë, si të çmendur. Edhe në fakt kam goxha kohë që po e bëj këtë detoksi. Ja t'ua tregoj xhinsat sepse i kam veshur dhe më super pëlqejnë, janë vitet 2000, inspiruar. Dhe shkoni si jam brapa, jam fantastike.
Nuk e di. Shiko. Prandaj mora janë me bel të ullët. Por më shfryr pak barku dhe nuk e se duken shumë bukur. Nise, mirë duken, por mund të duken edhe më mirë. Edhe ka këtë pjesën e preqinave. Qyqa. Edhe kam vendosur edhe këto recipetas shoh. Kush ka jetuar në ato vite, në për seriale, të viteve 2000, 2006, është fiksa i vibe. Do ta vesh me shapka me gisht. Super si outfit. Po ndije me këto jeanset fiksin një adoleshent. Edhe edhe gocat. Pra dhe një bluzë për Alvion, sepse donte ta ndronte. Edhe e dini çfarë? Unë dësha të hapja videon dhe ja rrezova e bëra pak pis. Mundova t'ja fshija, por zot, jam me Vanessa kohën që i them niso sepse do shkoj me Vanessa, do mbasim filmin, e në fund fare jam vetë me Vanessa tani. Gjithmonë kështu ja bëj. Vendosa edhe këto syzet që i kam kur punoj në telefon ose kur shikoj filma, sepse jam me refleksi blu, për mos të dëmtuar syt. I mora kështu, i marr gjithmonë kur shkoj në kinema. Edhe duhet që t'i përdor më shpesh, me thënë të drejtën. Ju përshëndes, kam komplekse ku unë jetoj. Edhe di që kam shumë ndjekse që më ndjekin, po nga ky kompleksi. Dhe tani e kuptoj pse nuk kam veshur më përpara pantallona me bel të ullët. Tani që ulla e kuptoj arsyen. Pse u zhdukën nga moda. Is it private? It's a matter of O zot, sa po dolëm nga kinemaja dhe nuk e keni iden, mos e humbisni. Në më thënë, është e filmat më të bukur që kam parë dhe do bëni krim në qoftë se prisni ta shikoni në kompjuter ose në televizor, sepse është vetëm për kinema. Është 3 orë, por është tani do më thënë që mbaroj filmin, më duket sikur kam ardhur në një botë tjetër nga nuk e di. Shumë i bukur, 10 nga 10. Alvia sa e vlerëson? Fantastik. Shumë i bukur.